Mirëmëngjes dashur miq, siç po na shikoni ishim në bashkëbisedinë e sipër me nxënësit tan. Jemi në grupin e parë sërish dhe me një ditë tjetër të caktuar, siç është sot sallata Cezar. Siç e shikojmë të gjithë janë në vetë tyre të punës. Kemi ingredientet e posaçëm për të bërë të mundur këtë lloj mënyre siç ju tregova të zgarës, do pritet në këtë lloj mënyre. Holl, jo shumë e holl fare, por e tillë mënyrë dhe mbahet dora kështu. Po ta mbaj kështu mund të rrezikoj edhe prerjen e dorë, të gishtit. Por me tendencë nga sipër gjithkohës tur. Mbas gjithmonë të tillë lloj gatimi nga prekja që kemi me filetën e pulës, gjithmonë lahen duart me ujë të nxehtë dhe me detergjent, le të themi me ilaç duarsh. Për arsye sepse kontaminimi i saj bën të mundur të helmim me produktet e tjera. Okej? Pra një filet të pulës më ndar 4 fije. Kjo ndryshe mund të rrifet pak të tillë. Por të bërë të mundur zbërthimin e indeve. Një endë të rrutën që të vendos letët. Po ta rrajmë ta bëjmë copash, çuna, edhe një herë. Kjo mund të ishte edhe mbushur, ëh? Po, tani të vendosim mirë në pellikulë. E mbjell e mbështjellet mirë. Edhe ansorët, shumë e rëndësishme. Dhe më pas i vendosim dhe letrën e aluminit. Okej, hajde këtë. Që mos të ketë probleme në pjesën e saj. Me pjesën e zjerjes, që të ruhet sa më mirë. E qartë? E tillë, në të lloj formati. Si që shpjegova, ansorin aty, jo deri në fund, dhe vazhdojë nga krahu djathtë në të majtë. Një filetën, me kujdes. Po, shumë mirë. Kaloj pak tikë më lartë, pak më lartë. Bravo, ajo. Sa e fillon me hap dhe qik, dhe shifet e me re. Në basi kemi hapur filetët e pulës në role, kemi vënd ujë për të zjerë, kemi shtuar dhe krit, basi jetë shumë të madhe, dhe vendosim për të zjerë. Nga këtë moment, mund të shumë nga 15 dhe 20 minuta, por të zënë dhe temi dhe zjerën e plot të filetës pulës. E mbyllim me kapak sërisht, dhe rikthehemi më pas, për të parë. Andishni sepse do kalojmë tek kryet e pulës së zgarës. Pra janë 2 mënyra që do të trajtojmë ditën e sotme. Siç po tregoja, jemi në momentin e dytë, për sa i përket të produktit të zgarës. Pasi e tham dhe pak më përpara pjesën e zjerjes së saj me një pozitor të caktuar, duke për formatin vërtet, tashmë është pjesë e zgarës. Do i kyposim filetët e pulës në radhë, pasi kemi rrarë ato. Dhe vendosim në zgarë. Nuk duhet të piper, sepse kemi thënë që mishi i bardhë i pulës nuk punon piper. Kava që dhe shumë mishi i bëjmë, për të në zgarës. Gjithë nxënësit kanë darë të gjithë ingredientet me radhë, që është pegu, sallat, përzgjedhur, pomodorini, misri, kemi detajshëm të treguar. Dhe normalisht më pas duke i bërë në formatin julienne. Siç e kemi treguar edhe nga dita e dieshme, kemi përgatitur salcën Cezar, duke bërë një majonez të saktë, siç shikojmë nga kamerat. Majoneza, baza majonezës kemi thënë që është vaj vegetal dhe të vetat e vezës, ka shumë receta të ndryshme që mund të gjeni, por kjo është një mënyrë që neve preferojmë të zbatojmë ditën e sotme. Kemi salatën iceberg, kemi Cezarin të përfunduar, filetën e pulës në 2 mënyra, misër, krutoncat janë tjetër buka e thekur, e vogël, kubike, hera amortizuar, dhe më pas do shikojmë her pas here se si do procedojnë dhe nxënësit tanë. Na ndiqni të gjithë në radhë. Për të bërë një sallatë të tillë, nuk do duhet më shumë se një lugë e tillë salce, për të bërë të mundur dhe marinimin. Me dorë. Vetëm duhet keni kujdes, lutem,
mos ta zbusni shumë sallatën, pra mos ta vrisni. Sa me leçëm. Okej, faleminderit Abdulrahman. Po shtoj salcën këtë djali. Marinimi duhet të jetë i lehtë. Po jo me dorë duke shkëputur fort, duke treguar edhe më atë mënyrë delikatesë. Është një nga sallatat të themi që mban vendet e para në restorante, sepse preferohet shumë, përveç faktin në kombinimet e tyre që ka. Djathën e preferoja e kemi gjendur në shumë mënyra të ndryshme, si në skalje, si në bord djathi. Unë të preferoja në të lloj mënyre që të jetë e pranishme të gjithë pjatën, duke mos pasur probleme të tilla, okay? Ja, shikojmë një pjatë përpara që kemi përfunduar, që është djali këtu. Unë do ta pres filetën e pulës në mënyrë julienne. Dhe është një sallatë që realisht konsumohet 1/2, 1/3, 1/4, jo më shumë, sepse dhe në mënyrë individuale është pak e rëndë, duke pasur gjithë të ingredientësh. Në të lloj mënyre. 90 gram. Po, 70 gram. Ashtë jenë rrugë, s'ke nevojë për këtë. Mjaftueshëm. Pra, mund ta shpjegosh nga e para, sonit e njërë, me sallatën iceberg, me krutoncat e curia. Sallatën iceberg. Po? E marinuam me salsën Cezar. Më pas sotëm ingredientet e tjerë që ishin pomodorini edhe nisër. Më pas sotëm krutoncat. Krutoncat e kemi përgatitur më parë duke i tharë. Më parë duke i tharë në furrë, domethënë Me temperaturë të ulët. temperaturë të ulët me Procesin e zgarës për filetën e pulës. Domethënë filetuam filetën e pulës në fillim që e poqim në zgarë, më vonë e kaluam në formatin julian. Dhe para që të ke pjatë. Okej, dashur miq, në nga gjë tjetër veç të falenderojmë për vëmendjen që na kushtuat. Do na ndiqni të tjera live dhe bashkë mirupafshim. Mos harroni sepse kemi edhe mënyrën tjetër për të prezantuar.